Ja, pse duhet të pini çaj kamomili? Kamomili është një bimë me lule të buta të bardha të cilat qetësojnë, relaksojnë dhe, kur konsumohen, janë të mira edhe për stomakun. Në vend të parë, janë sigurisht problemet e stomakut të cilat kamomili zgjidh brenda pak çastesh. Çaji i kamomilit përveç se përmirëson tretjen, ndihmon edhe në eliminimin e të përzierave të mëngjesit te grështat zana. Fashat e kamomilit mund të përshpejtojnë shërimin e lëkurës. Kamomili përdoret edhe për qëllime të tilla në lehtësimin e acarimeve të lëkurës. Kamomili ka veti antioksiduese dhe ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit, ndërsa në anën tjetër mund të largojë edhe problemet e hipoglicemisë. Është e rëndësishme të përfshini çajin e kamomilit vazhdimisht në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që do të ofrojë. Pini një gotë me çaj kamomili çdo mbrëmje për të përmirësuar cilësinë e gjumit dhe gjithashtu për të mbajtur larg shqetësimet e pagjumësisë.